Flamurtari është poshtur nga Dinamo me rezultatin 0-3 në Vlorë. Ekipi i Ilir Dajës mori një tjetër fitore të madhe, duke fituar përballë një kundërshtari të vështirë në letër. Lorenzo Villa zhbllokoi takimin në rastin e parë për Dinamon në pjesën e parë të takimit. E njëjta gjë ndodhi edhe në pjesën e dytë, ku dinamovitët me rastin e parë të rrezikshëm që krijuan ja dolën të dyfishojnë shifrat. Më pas James, i cili u aktivizua nga stoli, mbylli përfundimisht llogaritë e sfidës së vlefshme për javën e 15 të kategorisë superiore. Flamurtari pati rastet e saj për gjatë takimit, por bëhet fjalë për goditje kryesisht nga jashtë zone, të cilat nuk u arritën të finalizoheshin, vertikalizimet nga krahët të rrezikshme, por gjithashtu edhe krosimet nga këndi, të cilat lojtarët nuk mundën t'i përkthenin në gol. Pas ndeshjes, trajneri i Flamurtarit Francesco Moriero tha se mban përgjegjësi, por edhe lojtarët duhet të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre. Gola sipas Morieros erdhën nga gabime personale të vetë lojtarëve. Moriero u tregua i ashpër edhe me lojtarët, duke thënë se përgjatë kësaj ndeshje dukeshin sikur ecnin në fushë dhe jo sikur vraponin. Sipas trajnerit të kuqezinjve, lojtarët të cilët u aktivizuan këtë ndeshje nuk do të luajnë më, për sa kohë ai e ushtron këtë funksion. Diciamo che siamo stati sempre in partita il primo tempo, il primo gol ci ha tagliato un po' le gambe. Le të themi që kemi qenë gjithmonë në lojë në pjesën e parë, goli i parë na però pa këmbët. Squadra fino al primo tempo ha fatto benissimo. Skuadra në pjesën e parë ka bërë goxha mirë. Il primo gol è arrivato sempre su un errore personale, individuale. Erdhi gjithmonë në një gabim personal individual. Anche il secondo, anche il terzo. Dhe i dyti dhe i treti. E qui non è questione di parlare di tattica, di corsa, qui c'è da mettersi una condizione, come dire, non voglio usare parole troppo pesanti. Nuk mund të flasim për se s'ka lidhje me vrapimin, me taktikë, nuk do të përdor fjalë. Bisogna capire che c'è da migliorare tanto. Do të kuptojmë që do të përmirësojmë akoma më shumë. Bisogna farsi un bagno di umiltà. Do të bëjmë një dush për ulësie. Perché non permetto assolutamente a gente che oggi è entrata in campo di camminare. Nuk lejoj asnjëherë që lojtarë që janë futur sot në fushë të ecin. E fino a quando ci sarò io, questa gente non giocherà più. Sa të jam këtu, këta njerëz nuk do lozin më. A rischio di far giocare soltanto i ragazzi. Perché mi sono stancato di mettere la mia faccia, la mia esperienza, il mio nome. Per gente che non cammina, che cammina in campo. Il pubblico di Valona merita rispetto. Io ho sempre detto che si può sbagliare nel calcio, si può sbagliare il gol, si può sbagliare un passaggio perché fa parte del football, ma non si può sbagliare l'atteggiamento. L'atteggiamento deve essere sempre quello di guerriero, che rispecchia il nostro pubblico, che rispecchia il carattere dell'allenatore. Qui invece c'è gente che parla, basta. Mi prendo le mie responsabilità, perché sono io l'allenatore, però sicuramente ci saranno novità questa settimana. E lascerò a casa quella gente che secondo me non può stare nel Flamurtari. Poi uno può parlare anche tatticamente. Io credo che la squadra tatticamente abbia fatto una grande partita il primo tempo. E poi sono usciti i nostri limiti. Trajneri Dinamos, Ilir Daja, e cilësoi një fitore me shumë vlera, atë që arriti skuadra e tij në Vlorë. Daja vlerësoi tifozerin vlojate, duke thënë se është bukur të luash në Vlorë përballë një publiku të shumë në numër. Ekipi i tij sipas Dajës u tregua cinik përballë Portës, duke shfrytëzuar rastet, teksa duhet të kishte më shumë grind.
është një fitore shumë e rëndësishme për neve, sepse Flamurtari vinte nga një fitore në ndeshjen e fundit. Gjithmonë është bukur të luash në Vlorë, sepse përveç futbollit edhe shkallët e stadiumit janë të mbushura, pra që Vlora e mbështet ekipin dhe është gjithmonë vështirë në thonjza, në aspektin sportiv të luash në Vlorë dhe besoj që kjo vështirësi dhe gjendja e terrenit për shkak edhe të shirave të shumë që kanë rënë, kërkonin më shumë grind nga lojtarët, që gjë cilën u tregua nga të dy lojtarët, nga të dy ekipet, edhe nga ne edhe nga Flamurtari. Neve ishim më cinik në zgjidhjen e situatave përpara portes dhe pastaj mbas golit parë Vlora u hodh me shumë forca përpara, gjë do linte hapësira mbrapa sepse do të kërkonte të reagonte dhe ne shfrytzuam hapësirat që la Vlora dhe për të arritur pastaj tek goli i dytë. Me këtë humbje, vlonjatët mbeten në vendin e 9 të renditjes në tabelën e klasifikimit me 13 pikë të grumbulluara, ndërsa Dinamo ngjitet në vendin e 3 me vetëm 1 pikë më tepër se Vllaznia dhe 3 pikë më pak se vendi i parë, i cili mbahet nga Elbasani.